kjo është mami dos. Dhe ky është babi Der. Terkucja Pepa. Babi kapiteni. Pepa dhe familja e saj kanë marrë varkën e gjyshit për sot. Mos haro, babi Der. Duhet ta shtysh levën përpara në qoftë se dëshiron që të ecë Jania. Dakor, gjyshi Der. Po nisemi. Dhe mbrapa për të ecur mbrapsht. Mbrapa, sa e lehtë që nga. Dhe të lutem, ruaje mirë varkën time, sepse unë sapo e kam lyer. Gjyshi Der, sa i mërzitshëm je bër. A është gati ekuipazhi im? Po, kapiteni babi Der. Atëherë të nisemi. Varka po ecën mbrapsht. Kujdes, urën. Shpëtuam shumë mirë. Mirupafshim. Kalofshi sa më mirë. Shpresoj që varka ime të kthehet në rregull nga ky udhëtim. Mjaft u shqetësove, do të jetë mirë. Pepa, bjeri këmbanës. Po, babi kapiteni. Jam pak e uritur. Edhe unë. Gjyshin e ka vënë ushimin poshtë te kuzhina. Te cila kuzhinë? Tek kuzhina e varkës, te tani më ndiqni mua. Janë fëmijë. Pepa dhe George po shkojnë brenda varkës. Sa kuzhinë e vogël që nga kjo? Po ku është ushimi? Me siguri që ato do të jenë këtu. Babi, nuk është ushim ky. Atëherë duhet jenë te ky dollapi. Edhe ai nuk më duket si ushim. Kjo kuzhinë e vogël pas ka çdo gjë në vendin e gabuar. Wow, një televizor. Babi Der nuk po e gjen dot ushimin. Kjo është e pabesueshme. Nëse kjo duhet të ishte kuzhina ime, atëherë unë do të shikoja këtu. Të lumt Pepa. Pepa e gjeti ushimin. Sa e shishme. Shikoni arrosat. Ç'kemi mishtemi? A dori pak ushim? Pepës dhe Georgit u pëlqen të ushqejnë rosat. Bëni kujdes, atje ka kallama ujë. Pa problem, barka e gjyshit mund t'i kaloj me lehtësi ato. Mos ngecëm tani? Jo, mund të ecim mbrapsht. Tani ngecëm. Po. O zot, varka e gjyshit ngeci te kallamët e ujit. Po hidhen poshtë që ta lëviz pak nga vendi. Bëj kujdes, babi Der. Unë e di se çfarë bëj. Kur të them nisu, ndiz motorin. Si të urdhërosh, babi kapiteni? Ndize! Babi Der e nxori varkën nga kallamët e ujit. Ura! Shpejt, babi! Ktheu në vark! Jo. Babi Der mbeti pas. Më më shpejt, babi! Fikni motorin! Çfarë thai? Fikni motorin! Më duket se babi tha, fikeni motorin. A je mirë, babi Der? Tani jam vërtet mirë. Le të kthehemi në shtëpi tani, se unë ngopa me aventurat tona. Dakor, babi Der, kapiten. U bë një kohë gjatë që ka nikur. Shpresoj që varka ime të kthehet mirë. Shiko, ja ku janë ata. Përshëndetje! Ku ta parkoj varkën, gjyshi Der? Makina parkohet, ndërsa varka ankorohet. Ja, po ta tregoj unë. Shiko këtu. Gjyshi Der po ankoron varkën. Sekreti i ankorimit është që ta bësh me shumë kujdes. Gjysh, kujdes urën! Çfarë? Bëj kujdes mbrapa. Kjo nuk duhet që të na ndodhte. Gjyshi e prishi varkën e ti. S'ka gjë gjysh, ty të pëlqen shumë të riparosh gjëra. Apo s'është kështu? Është e vërtet, mua më pëlqen të riparoj gjëra. A mund të ndihmoj edhe unë gjysh? Po, sigurisht që po, Pepa.